e vend me tentue me u gëzu që ke arrit me zonë gjallë një plak edhe një plok, një prind, një nonë dhe një bomë, të cilat janë dyrë prej dyrëve të gjennetit, ne arrim në atë nivelin me rreziku e lidhjen tonë. Zirë, ndash muë, thët ajo Pisnikja, ndash babën dhe nomën. E ai burri i zi, i mirë, i shkreti, është mrena dy zjarëve. është ka me vonë. Ata prind që ju djeg shpirti, ka po na shohin neve në këtë mes këtu, mes ty në dy zjarreve, i thojnë djallit, hajt biri jam se nuk është gajle. Për neve mos e prishti lumturien tonë. Po cëllë lumturie, po? Cëllë lumturie? Me ko lumturi? Me qato që po të detyron? Më u largu, më u shmong, prej atyne për të cilët Allahu gjelle gjellaluhu ve gjelle shonuhu në Kur'an ka thonë, o la te kullehuma uffin, atyne prindve, jo me ilon dhetë, jo me u këthy shpinën, po as uff mos me ju thonë. Qëtyre, që Allahu gjellëshonuhu po thët në themrat e nonave t'juja është gjenneti. Dhe një nga dyrët e gjennetit është respektimi i prindve. Qëtyne për të cilët, pasha Zotin e madh, edhe tokën dy pjesë me qotu e qitë krytë në seqde, nuk kim janë as erën e gjennetit, nëse rastis më undo në këtë botë për i prindve, duke qenë ata të hidhrun edhe të mos knoqën me ty edhe me mu. Tokën ndone për gjysë. Kur mos e qëni kryt për i sejdës, nëse na kanë vdek prind, pa na i bo halal, edhe pa qenë të knoqën me neve, harran e gjennetin.